kështu të vogël, po në fakt jemi të madh. Jemi do të kisha fëmijë tani, tepër e vura re unë për poshtë këtyre në fakt problemeve që së mosha shpesh për këtë distancim nga moshatarët në moshën 12 vjeç, 13 vjeç. Aty e vura re dhe sidomos kur shkova në shkollë të mesme, që ishte një diferencë shumë e madhe. Asa ishte kjo për shumë kaloja rrugës që thonë o Gjuq, përzidesha me vete në boje, kështu i ashtu, po pësë më ka të zotë kështu, përrëva një periudhë edhe pesimizm. Unë jam i qip djallë, nuk jam ëngjëll. Jam koleksionist, koleksionoj pulla, kartonella, edhe libra vjetër, kartolinat vjetra. Jo se po kërkon shumë. Po ule në këtë tavolinë. Ska. Plan do s'kazash. Kemi shumë, po... Dhe mash atë fiqët i këtu. Ta hiq? Maje. Atë ta mash. Bëj kërkër. Jo, kërkër nuk bëj. Si është për të pasur diçka në dorë. Si ti jesh më rehat. Je mirë. Më mirë, prishë. Më mirë se glani, një pa të suti. Luan, mirë se erdhe. E su i gjeta. Është një kënaqësi që të kam sot këtu. Edhe je një intervistuar i veçantë, si do ta prezantoje ti veten te unë edhe te publiku njëkohësisht që nuk njohën. Falenderoj për ftesën, është një kënaqësi edhe për mua. Jam Luan Mezini. Më shikon kështu të vogël, po në fakt jemi të madh. Jemi do të kisha fëmijë tani. Jemi moshë të madhe, 49 vjeç. Jam kështu sepse kam vojtur nga një lloj diagnoze që quhet nanizëm hipovizar, zhvillime ngadalë, zhvillime në vonë, dhe pastaj mos zhvillim. Edhe kjo më ka bërë që të dukem kështu si një fëmijë, si një... Por në të vërtet jam i madh. Kur je bëri vetë dishëm për këtë lloj problemi gjenetik, le ta quajmë, për herë të parë, si e ke përjetuar? Me fjalë, unë gjithmonë kam qenë shëndetlik kur isha i vogël, mundoheshin prindërit të bënin çmos, disa kohë më dërguan edhe në fshat se kisha një problem edhe me frymarrjen, që e kam dhe sot. Ari pastër atje normal bërë mirë, po këtë më tepër e vura re unë për poshtë këtyre me fjalë problemeve që usë mosha shpesh e tjerë, po këtë distancimin nga moshatarët me re në moshën 12 vjeç, 13 vjeç, aty e vura re dhe sidomos kur shkova në shkollë të mesme, që ishte një diferencë shumë e madhe. Dhe ishte një fjalë si të thuash një bum edhe psikologjik edhe për mua. Ishte një kohë vështirë, shumë e vështirë. Si e përballove këtë? Të ndihmoi familja, kishe mbështetje nga shoqëria? Po. Kisha edhe probleme që hasa ishte kjo, për shembull, kaloja rrugës e thonë o Gjuq, sa vjeç je, o Gjuq. Jo, këtë e kisha shumë, tash se ka problem, jo është një realitet, do të pranojmë, jam i shkurtër, shumë më bërë zoti, çfarë bëjmë? Në fillim e kam pasur goxha të vështirë, ja, familja ka bërë çmos, babi bënte të bërë çmos, do ikja për një operim jashtë shtetit për të bërë operacion, sidomos te qendra hipofizare këtu. Po edhe këtu, më duket se është këtu në pas qafës. Për bërë një operacion, po erdhi demokracia dhe çdo gjë vonë u prish. Edhe ngela pastaj, tentuam edhe disa herë. Dhe një fjalë kaloi dhe mosha. Ky ishte një operacion që do të ndihmonte në... Po, në zhvillim në rritje. Po, kjo etiketimi që përmende që thrisnin Gjuq ishte nga të panjohur? Kryesisht në rrugë,
Po, nga pa njohur më shumë, po edhe të njohur kështu me thonin këtë fjalë. Edhe unë thë, o, si bësha, po, si s'kuqesha, si bësha, zia këtu për brëndë, mërzitesha me veten, po, je kështu, je ashtu, po, pse më ka bërë Zoti kështu, kërëva një periudhë edhe pesimizmi. Mirë, po, Zoti thot, ti edhe pse je kështu, je çmuar, thot në sytë e mi. Është vërtet. Në çfarë moshe e ke përjetuar këtë pesimizëm? Në adoleshencë, zakonisht. Po, deri në moshën 20 vjeç, kështu. Ka qenë Po, shumë e vështirë. Si e ke përballuar? Kush ka dhënë forcë që të ecësh përpara dhe që t'i kalosh këto bullizimet, këto etiketimet që bën shoqëria? Që më ka dhënë forcë, për fjalë është edhe besimi im. Për fjalë tek Zoti, nuk do të them që jam njëri i shenjtë, po se edhe unë jam një çik djallë nga brenda, nuk jam ëngjëll. Por besimin tek Zoti, më fjalë më ka dhënë forcë, sidomos kjo pjesa që thot ti je çmuar në sytë e mi, thot Zoti, unë të kam zgjedhur ty. Dhe kjo më ka ngritur goxha moralisht. Qekam, më fjalë unë vlegam, unë nuk qekam kot, unë nuk qekam kështu, unë vlegam për diçka. Edhe më fjalë edhe pas kësaj gjithmonë jam munduar të jemi dobishëm, bëj diçka që të jem gjithmonë i dobishëm për të tjerë, që gjithmonë të dukemi dobishëm. Gjithmonë jam munduar të bëj një punë, po vetëm të dobishme kam parë shumë kur kam punuar ca kohë asistent ortoped në klinikë ortopedike, kur shikoja disa njerëz që kishin shumë probleme me shtembrimet e këmbëve, kështu nuk bëja shtojtë ortopedike dhe mundohesha t'i bëja që atij që mos i dhinte më këmbë, që të ecte mirë me ato shtojtë ortopedike që bëja. Ke dhënë maksimumin për t'i bërë? Po, aty kisha me vërtet me pasion, por problemi që kisha me astmën e kështu, edhe aty duhet punoja me elemente kimik shumë të rrezikshëm edhe të mëtonin për çështjen e astmës edhe unë e lash. Zgjodha një tjetër. Po në shkollë si e ke ndier veten? Çfarë arsimimi ke mbaruar? Të mesmen, kem mbaruar disa kurse kështu profesionale, biznes social, një tjetër asistent social, disa kurse kompjuterike. Këto i kem mbaruar sepse më është dashur edhe kam punuar. Po, deri në gjimnaz si e ke ndier veten në shoqërinë në shkollë? Ka qenë periudhë të vështirë apo? Shumë e vështirë, të mërshme. Kjo më bërë që të iki, që mos vazhdoj me shkollën e lartë. Çfarë ka bërë më të vështirë? Pargjykimi edhe vetmia është më e keqja, me fjalë, sepse pash që nuk kisha shok, nuk kisha dhe kjo ishte shumë e keqja dhe zgjodha vetmin më tepër, u largova për ca kohë. Ika në fshat dhe gjyshja. Problemi ishte, aty në fshat shikoni dhe sa gjënof ky është. As këtë nuk e doja. Po, normalisht. Ky është një problem i shoqërisë që tonë kryesisht në Shqipëri. Por unë siç thot Migjelli, mirë nuk do në mëshirë. Por për shembull, vërtet kam këtë problem që jam i shkurtër, apo kam një qerë me sëmundje të tjera, osteoporoza, astmë, anemi, alergji e tjera. Po nuk doja mëshirë. Mëshirë njerëzve nuk më pëlqen. Por në shkollë nuk patë shoqëri sepse zgjodhe vetë që t'izolosh apo e patë të vështirë sepse të larguan? Ishte vështirë sepse ishte kjo në zhvillim njëhershëm aty që u vore që po rritesha më kila, shumë ndërkohë fshatarët e mi shumë gjatë dhe kjo ndikoi edhe keq psikologjikisht, plus opinionin ato si thua ndërhyrjet e tjerëve. Nuk kisha në klasë në një person që donte të kishte shoqëri me ty? Disa nga ato shkollës së mesme i kam dhe miq, disa, por në atë kohë isha edhe vetë i mbyllur, të bën vetë situata që t'jesh i çik i mbyllur. Domethënë më shumë e krijove vetë këtë endek që u largo. Ishte si vetë shkaktuar se sa. Po, ishte shkak pasojë. Po pastaj kur të ndodhi ky ndryshimi?
Domethënë kur reflektove me veten edhe vendose që Po, unë jam ora- ky që jam, Jam i shkurtër, ky që jam, kam këto probleme fizike, kam shumë bukur, i ke këto. Jeta duhet të vazhdoj, nuk duhet të mbyllesh në pesimizëm. Jeta duhet të vazhdoj dhe çfarë mund të bësh ti, si mund të kontribuosh ti, si mund ndjesh i dobishëm. kur e more këtë vendimin që bëre Jo këtë jo si je gjynaf, për shembull, se shumica thonë ose gjynaf, pi hajt japin një pesë lekë. Jo, unë i fal, nuk është se jam gjynaf, duhet të jemi dobishëm, duhet të bëj një punë, duhet të ndjem i vlefshëm veç i vlefshëm aktiv, po. Kur që ky momenti që bëre këtë kthesën që duhet luftoj edhe mos viktimizohen. Kur njofta disa të kështerë. Njofta disa të kështerë, e pash, shiko, këta më trajtojnë pak më ndryshe nga të tjerët mua. Çfarë të veçantë kanë këta? Unë njoha me ata, normal, pranova dhe besimin në kështerën gjillor. Si të trajtonin ata? Ata filluan të jepnin një trajtim jo të viktimës, jo për gjykimit, edhe që farë, një trajtim normal. Ka qenë një mangësi kjo në shoqërinë tonë në atë periudhë? Po, patjetër, në fjalë, sot është pak më ndryshe, po flasim këtu e para 30 vjetësh, 20 vjetësh, ka qenë shumë më ndryshe. Ka qenë një mentalitet shumë i përpambetur, një mentalitet shumë. Pse mendon se ka qenë ky mentaliteti atëherë? Si e shpjegon ti? Ka qenë çështje e kulturë apo kemi qenë në sistemi i izolimit? Ndeshmërie. Sepse mbajmend që kur isha i vogël, shikonin dikë që është ndryshe. Për shembull, gjithmonë na bën përshtypjen, mundonin me fjalë, jo se trajtonin keq, po e shikonin një lloj prizmi tjetër, edhe nuk afronin shoqëri me dikë, për shembull. Gjithmonë thonë ai qerosi, ai qorri, ai gjithmonë vendosin diçka. Mirë, po kjo ndodhi pastaj edhe me mua kur e pash që nuk u rrita më me fjalë, ja, Xhuxhi. Kurse kur pyesja gjithmonë prindërit ose pse ai është kështu. Ose me fjalë, shikon me lërë, ç'ton tjerët, më thonin gjithmonë prindërit, ashtu, që se i ka pëlqyer Zotit ashtu, ti s'ke pse. Kjo më ka ngelur kështu. Ose paraqiko tjetër, përdesë i ka pëlqyer Zotit, është punë e Zotit. Shumë shprehje e bukur dhe pa kuptim i saktë. Dhe prindërit kanë pasur një përqasje pozitive dhe të kanë mbështetur në këtë aspekt maksimum. Po. Gjithmonë, sidomos babim ka qenë ushtarak, ka qenë një idhull për mua. Diku ka dalë edhe te revista Në shërbim të popullit, e kam fotografitë celularit. Ka qenë goxha shumë i njohur, shumë i njohur edhe do të thonë disa djalë filani, respekte. Kë ke pasur më të afërt në familje apo në shoqëri që s'ka ndenjur më shumë pranë? Që ka ndenjur shumë pranë është mami, po unë kam pasur babin më të... Po, dhe ke pasur si shembull? Si shembull, kudo. Ishte goxha i veçantë, po sot nuk jeton më. As të dy prindë nuk jeton. Po, me fjalë punë e babit ishte vërtet një goditje e rëndë ishte. Në çmosh i ke humbur prindrit, si e ke përjetuar? Punën e babit kam përjetuar goxha shumë keq. Punën e mamit ndova, mbajta vetëm, ishte pak më ndryshe, po punën e babit ishte në 2011. Ta 14 vjeç, ishte goxha rëndë. Kisha provuar me fjalë punën e gjyshes të xhaxhait, kam qenë lidhur shumë me xhaxhain, se shkoj shpesh në fshat te gjyshja. Ishte goxha një goxha rëndë edhe humbja e tyre, por prap punën e babit ishte shumë rëndë. Po, të paktën ke kujtime të bukura dhe ke pasur deri në moshë madhore. Masi le gjimnazin, çfarë dëshirash ke pasur ti që të realizoje nga ana profesionale, po flas? Në një pasion tëndin? Pasionet tani kam këtë, që jam koleksionist, koleksionoj pulla, kartonella,
edhe librat vjetër, kartolinat vjetra. Po dikur kam pasur pasion që i kam pasur në fyllit, i bie fyllit. Se kam pasur me zemër, po u shua si pasion. Po pse ne? Iku vetë tiu, u lavë mas dorë dhe Kuptoj. Po kjo pasioni për koleksionimin nga të ka lindur? Erdhi si vazhdimi i diçka që që ka pasur dikur luajmë me pulla porën derit, luajmë me pulla dikur ne si kalamaj merrnin pulla, kishim kjo shtëpia kishte babai që ka pasur vllajin, edhe i fusnin në fletore, edhe luajmë me pulla kështu kokapil, kush fiton kështu. Kam qenë disa pulla aty, edhe unë vazhdova, thash, ti shtoj, ti shumoj dhe mund kenë afërsisht 15.000 a 20.000 si kam marrë diçka tillë. Kam nga gjitha shtetet, nga çdo shtet më thuaj një shtet dhe them sa kam nga Si siguron edhe nga shteti? nga Kameruni apo Kambodgja, Tajlanda, të gjithë nga çdo shtet e produsit të këto. Ku i gjen këto që i seleksionon? Si i përfiton? Këtu mos pyet. Është sekret. Është sekret profesional. Këtu asnjëherë mos e pyet një koleksionist ku i ke marrë këtu. Okej. Kërkoj ndjes. Jam ignorante, fushë mësova gjë. Cila është pulla ose elementi që më i veçantë që ke koleksionuar? Apo edhe këtu s'pytet? Jo, nuk mund të thash cila është pulla sepse është fëmijë, janë mira. Jo, në një gjë që e ke më shumë për zemër. Që kam më shumë për zemër pullat e vjetra shqiptare. Pulla 100 vjeçare, pulla parë e qeverisë përkohshme të Ismail Qemalit. Ato kam më shumë për zemër, janë goxha veçanta. Nuk janë të bukura sepse janë shumë të thjeshta, shumë po, që kanë një vlerë goxha të madhe. Që ngjej pasur. Më thonë shiri, po, jo, nuk i shes. Është gjithmonë nuk i shet sepse është një krim që të hall këtu për brenda që nuk të lë të shtesësh. Bile thuhet ke sa më shumë pulla. Ke krijuar lidhje emocionale. Po. Edhe me librat e vjetër, libra gjithmonë para 44-s ose para të 19-s fituar. Çfarë marrëdhënie ke me librin, me që më nxore librin tim? Je lexues? Po, jam lexues goxha i rregullt. Sidomos letërsisë ruse. Tolstoj pëlqej shumë, sidomos me atë luftën e paqen. Por janë dhe autorë të tjerë si që janë të mëvonshëm, Gorki, me romanin Nëna, që është shumë i bukur. Ka dhe shumë të tjerë, po këtë ka shumë bukur. Pastaj janë dhe të tjerë më shumë historik, për shembull Yuri Korolkov, ka shkruar Kështu ka ndodhur, një libër me 2 volume që është shumë bukur, tregon për luftën e dytë botërore. Cilini u zoti Sërge, edhe kjo është libra agjenturial, dhe shumë të tjera. Pse je pasionuar pikërisht mbas letërsisë ruse? Çfarë të tërheqë ti? Është shumë e gjallë. Sidomos këto të luftës së dytë botërore, shumë e gjallë në përshkrim. Shumë një tjetër 17 vekimet e pranverës se Julian Stemenov, ai është super fare, është bërë të film. Ke një tjetër vështirë milicisë shumë e bukur, Shtjella e vjetër, Belajevit. Ose janë librat fantastike shëndetësor të Belajevit, Njeriu amfib, Shitsi i ajrit, janë shumë tërheqës, shumë të bukur. Janë shumë të gjallë. Kam lexuar edhe francezët, pëlqen shumë Victor Hugo. Stendhali është pak i rënd në koncept, pak abstrakt, po Victor Hugo është shumë e mirë. Victor Hugo e Guido Maupassant. Po të shkruash të pëlqen? Dikur shkoja, kur isha në shkollë, po, kisha një mësuese që më thonte shkruajse shikonte që unë isha i pasionuar mbas leximit, mbas shkruaja nga
shkruaj nga njëherë, po diku shkruaj, tani nuk shkruaj më se i kris ato që shkruaj. S'të pëlqejnë. Çfarë të pëlqen të shkruajmë? Shumë poezi, proza? Jo, dhe poezi kam pas shkruar, prozë më shumë ose hartime kam pas bërë shumë. Kam qenë pa hartime, bëra hartimet e gjithë klasës. Gjithë merrnin 10, ishte klasa më e dalluar, me shumë mundësi. Po, gjithë merrnin 10, unë 9. Se s'dita koha të bëja të tua. Po, ja fusja shkurt. Nuk e zbëroj hartimin tim. Shë vërtet, ti si ku më lexon mendin mua. Po se e kam vuajtur edhe unë këtë pjesë, prandaj. Po përveç leximit edhe koleksionimit, ndonjë pasion tjetër? Sa dukesh si thesar që ke plot pasione. Enciklopedinë vetë jo. Po. Na e zbulosh këtë enciklopedi. Muzika, edhe muzika ruse. Katyusha, pëlqej shumë. Tchaikovsky, për shembull, në Vjen, di që operat në Vjen hapen gjithmonë me muzikën e Tchaikovsky. Po për këtë muzikën moderne çfarë mendimi ke? Nuk ka art. Kjo sidomos Tallavaja nuk ka art. Ajo është muzikë të themi rrumbull. Pse mendon ti se ka ardhur ky degradim i muzikës? Me që pas ka edhe kështu ushqie. Konservatore. Edhe elegante. Degradimi i muzikës ka sepse është në përpjestim me degradimin e shoqërisë. Vjen dhe degradimi i muzikës. Po me që je lexues i rregullt, me teknologjinë çfarë lidhje ke? Jo aq mirë. Prandaj ta bëra. Jo ma kohë tjetër. Na mungojnë të me të vitë. Ke llogarit TikTok-u? Ja. Po Instagram? Instagram sa pa e kam hapur, tani e kam hapur, bile nuk dia si hapni. Një shoku im a bëri. Hape. Ja bëre mirë që hape se tash do hedhësh intervistën. Po vazhdonin te muzika pastaj? Të thesaret e tjera që ke si individ. Po muzika ruse më pëlqen shumë, sidomos këngët Katyusha, Smoljanka, Kalinka. Di dhe pak rusisht. Këta këngët njëri i di, përmendesh këngët ruse. E këndon para pasqyrës. Jo, para pasqyrës. Dush pastaj. Dush. Ja, as dush s'pa e këndoj. Duke gatuar apo s'gatuan? Duke ecur. Ja, okay. Bën nga herë ecje. Po çfarë do veçoje më shumë nga këto dëshirat që ke pasur që ta zhvilloje edhe si profesion? Ke pasur ndonjë gjë që do e specifikoje? Si profesion tani, nuk është se kemi edhe do sot që të kesh një profesion, do të kesh edhe arsimin e duhur, që unë vetëm të mesme, disa kurse profesionale, të vërë profesion që të doja mësues letërsie. Prapë me libra. Ke letërsia. Ose historie. Nga historia, po, pas historisë, sidomos historia e luftës së dytë botërore, po dhe antikiteti pak. Pse të tërheqin të duke kështu si tip romantik, muzika, historia, letërsia? Ashtu jo, thash jam akoma me tjetër. Thuaj një moment që ti e ndjer vështirë, sepse njerëzit nuk të kanë vlerësuar, se tani po e zbuloj dhe unë që pas ke një botë shumë të pasur, që njerëzit nuk të kanë vlerësuar për atë që je, po për atë që dukesh. Kur e ke ndjerë më të fortë të? Që kanë vlerësuar për atë që duken. Basi isha mbyllur ku fillova punën për herë të parë. Shto këtu e 20 sa vjet përpara, 30 vjet përpara. Aty ndjeva që mund t'jap diçka, mund të diçka. Jam, një fjalë, dikush që ka vlerë dhe jo, një fjalë
Kur kalon në atë gjendjen pesimiste, je kot, je kështu, po, një herë. Jo. Jo, nuk është e vërtetë. Ja ke përsëritur shpesh vetes këtë që jo je kot. Po, me qindra herë. Me qindra herë. Ke ndryshuar? Patjetër që po. Ja përsërit më rrallë tani se sa më përpara? Apo Jo, e ke eliminuar fare? Është eliminuar. Më bën qefi, që ke arritur në këtë pikë. Po e baj mend se botë çfarë ka më kaluar. Se është një gjendje pesimizmi është shumë e keqe. Dhe kur shikoj për shembull të tjerë që e kanë këtë, shoh shumë që janë njerëz për shembull me probleme fizike, që kanë tjera probleme fizike, por që një fjalë janë një katuri si unë mundohem që t'i ndihmoj ose të bëj diçka për ta. I vlerësoj më shumë ose si thua për shembull ilaçet e mia për shembull i ble te një farmaciste që ka një problem fizik. Edhe i ble vetëm në atë farmaci. Po, gjej formën tënde për të ndihmuar. Po, ajo është një fjalë farmacista aty, ka një problem fizik dhe unë i blej vetëm aty ilaçet. Ose gjej mënyra të ndryshme për të ndihmuar të persona që kanë këto lloj probleme. Ato me fjalë e kanë atë që unë e kam kaluar, që kanë mbylljen, disa që kanë atë mbylljen të heqen Vetë izolimin. Po. Njeh shumë persona të tillë? Kam njohur po, ku kam punuar. Kam njohur disa të tillë. Një përkollë është dhe një person që është shumë i mbyllur si pa shpresë apo si kështu, pa se si më ndodhit ta ingranojnë pak prapë është. Ajo është shumë e rëndë, pra kjo pesimizmi të çon në vetmia, të çon të gjithmonë vetëm të mendimet e zymta, vetëm errësirë një fjalë. Duke me që jemi të kjo pjesë edhe që përmende si ke qenë në të kaluar, si e shefti çfarë të ka bërë ty që t'jesh ky që je tani? Çfarë ka ndikuar më shumë nga eksperiencat mjet që ke kaluar? Jo, edhe që kam kaluar edhe eksperiencat ndikojnë, janë edhe ato një shtys mirë apo keq, ke atë eksperiencën që të vlen eksperiencë me gjuhët e po, dhe gjuhët e veta bravo. Jo, mendoj që është besimi që më ka bërë që të transformohem në fakt që të eci përpara, që të shikoj çdo gjë me optimizëm. Ne si shoqëri këtu përfshi edhe veten. Çfarë duhet të kuptojmë ose që e keq kuptojmë karshi njerëzve që vuajnë nga nanizmi? Domethënë çfarë jo dhe nanizmi, po edhe probleme tjera, për shembull, po që vijnë bashkë persona me aftësi kufizuar, të gjithë. Çfarë kuptojmë ne gabim? Një false të rregull, kam parë dikë që ai më ka dhënë edhe më shumë shtys për tezë përpara, i kishte të dy duart këtu të prera. Mirë, ai ka hapur një fonacion, shet pjesë ortopedike, proteza dhe orteza, në quhet i zet, i personi, dhe ka vendosur duar plastike, por duar që me komanda për të kapur diçka, ose e kapa, celularin e kapa. Në fjalë, sepse këtu janë disa sensor që lidhen, janë po bëjnë shumë ato protezat, janë disa sensor që lidhen sensorët e duarve, që lidhen në këtë aparatin edhe lëviz dorën e jetë. Lëviz vetë me kushiencë të dorën plastike që është, sepse janë lidhur me sensorët. Është një teknologji, pra dhe thashmë edhe teknologji nga me qikë, bravo, ai ka parë atë, ai kishte një vullnet të pa parë, në fjalë, ai vazhdon punon, shet materiale ortopedike edhe pse është pa duar, ka parë fillimin jam çuditur. Çfarë bën të njeri, thash, të ecë përpara, çfarë bën të njeri që mos mbyllet se që janë mbyllur shumë veta, ky është pa duar, është po lavdi zollit atë poshtë për të marrë shëmbujt.
Ai më ka dhënë një shtysë akoma më shumë. Jo, Ku kam punuar në një klinikë ortopedike, më është afër që të bashkëpunoj me të. Dhe jam çuditur nga vullneti i atij personi. Të ndërprerë. jo, s'ka gjë. Ajo që po thoja ishte që çfarë shohim ne gabim si shoqëri, këtu përfshi edhe veten, duke bërë këtë gabimin që shumica shohin si ajo që përmendëm më përpara që nuk dua që të më shohin si viktimë, nga që nuk e kuptojnë situatën kur je ose kufizimet që mund të kesh. Çfarë shohim ne gabim si shoqëri të njerëzit? Kjo është një fjalë gjithë personat që janë në aftësitë kufizore fizike, po të shkojnë në çdo vend, në një biznes apo kompani apo kështu, nuk e marrin punë, sepse shikojnë direkt është diskriminimi që ne e kemi shumë të theksuar, po. Po, lavdi Zotit që ka dhe kompani që marrin punësojnë persona në aftësitë kufizore fizike, se që ka punësuar mua, një shokun tim e të tjerë. Si ndihesh atje në ambientin e punës tash? Për kolegët janë shumë të mirë, edhe shefat apo menaxherët kemi marrëdhënie të shkëlqyer. Edhe me kolegët jemi, si thua, bëjmë një lloj bashkëpunimi si pledhët punëtore. Sepse është sistemi i tillë i punës që ne bashkëpunojmë tamam si pledhë punëtore me njëri tjetrin. Do më thënë, ndjem këtë diferencën e punësimit që ke pasur në fillim, edhe tash. Është një shenjë e mirë që shef që shoqëria ka ndryshuar. Po jo të gjithë e kanë këtë, me fjalë jo të gjithë punësojnë persona me aftësitë kufizore, jo të gjithë firmat, kompanitë punësojnë. Ekziston një lloj diskriminimi ose ata në fakt e shohin nga kjo nga një mënyrë tjetër çfarë do më bështi mua, më thënë. Çfarë më ofronte mua. Nuk të mbush atë syrin direkt të shikojnë aparencën në një. Ne mund t'japim shumë. Kam njohur njerëz në karroca me rrota, edhe që dinin shumë gjuhë të huaja, dinin kompjuterin shumë mirë, edhe nuk i marrin në punë. Ka njoft një që punuar te kompania Plus, e cila falimentoi. Punuar aty. Tani është pa punë, është vështirë të gjej një punë. Sepse vazhdon kjo paragjykimi. Si mund ta bëjmë që të gjithë, po disa nuk e shprehin, po s'don t'i akuzojnë, po e kanë të brendshëm, nuk e shprehin, po e kanë. Është ajo pengesa që. Po është gjithmonë ajo pengesa. Çfarë mund të bëjmë që t'ja ndryshojmë mendjen? Jo, nuk e ndryshojmë mendjen, mirë është që shteti të krijojë më shumë mundësira për persona të tillë. Po, se të gjithë kanë potencial edhe kanë shumë për dhënë. Po. Në një fushë apo në një tjetër. Secili është i veçantë, dhe kjo është e bukur. Secili ka veçantinë e tij. Kë ke pasur ti në një person qoftë të afërt, të njohur ose të panjohur që e ke pasur si shok, edhe që e ke ndjekur? Si shembull në jetë, si shembull, si karakter, si forcë. Si karakter do e fakt të ngjarë babë, po si kam ngjarë. Si karakter si shembull që duhet ta ndjekësh thua? Jo që duhet ta ndjekësh, po që gjithmonë e kemi një imazh në kokë, edhe si personi që përmendë që ishte pa duar edhe të bëri shumë përshtypje që po e gjen forcën për të ecur përpara. Gjatë jetës tënde ke pasur ndonjë model? Kam këtë që kemi ngjarë babit në rregull si ishte ushtarak edhe jena mësuar me rregull ushtarak, me orare, me respektime, me korrektësi, përpikmëri, këto i kishim çu strikte. Edhe pse babi ishte ushtarak, kishte një farë autoriteti, po
po ne fëmijëve na mbante gjithmonë ne i haruanim atë autoritetin në bilet, po ne dëgjoja nga shokët e tjerë që më rrafi babi, po më rrafi kështu, se dia Nuk e se ekzistonte, se konceptoj dot. Mu thjesht vetëm një herë të ngrisë dhe kuptonim. Ishte marrëveshje e eshtër. Me një veprim vetëm që më hodhi te kravati se një herë fsheva se i shkoj unë, kisha fiksim pistoletën. E ruaj që si ishte doli nga dhoma, shkoj poshtë jastikut ishte pistoletë. Dhe unë marr pistoletën. Shpresoj të ketë qenë e pamushur. Direkt aty më hedh si për kravatit. Mos tha herë tjetër, pastaj vjen, do ta shikosh pistoletën, se babi më ditën edhe psikologjistë, urrova. Ma bën pa fishek që ta shkret. Aq doja unë. Dhe shkoj më, nuk të ishte më, se kam qenë natyrë shumë kurioztare, nuk më tërhoqi në ajo për të shkuar fsheva si babit për të marrë pistoletën. Aq e provova. Si bën çak pa fishek edhe babi dinte të psikologjistë edhe fëmijët. Sepse që ta psikologjisë një fëmijë do të futesh tek bota e fëmijës edhe që ta kuptosh një fëmijë. Shpesh për shembull unë shkoj tek njerëz të mi që kanë fëmijë të vegjël ose kështu edhe më thonë ora çai bën ti si ka mundsi, po sepse duhet futesh tek bota e fëmijës, duhet sillesh si fëmijë që ta kuptosh. Po jo vetëm fëmijët, po edhe të rritur, duhet të futesh pozicionin e tjetrit që ta kuptosh më shumë. Dua do të bëj një pyetje tash ndryshe nga kjo. Ka rrahur ndonjëherë zemra për ndonjë temë? Ai dashuri të fshehur kështu. Dashuri të fshehur ose të shuar, domethënë Platonike. po. Kush e disa poezike aty që i ke ruajtur ose i ke grisur. Jo grismë. Që të mos lesh gjurmë. Çfarë? Ishe në mod kjo, sidomos kaluam nga klasa 8, parë ishe në mod kjo për të parë gjithmonë për një vajzë të bukur, kesha bukur, kështu. Ishe po të rrje me fjalë madhe, mes çunash këtë bisedë kishe, kështu që normal secili zgjidhte, unë do zgjidh këtë, unë këtë. I kishit ndarë edhe sapët. Po ishe pjesë e kështu e adoleshencës, thua. Çfarë plani ke ti ose dëshire për të ardhmen? Sa kishe menduar. Jo se po kërkon shumë. Po ule në këtë tavolinë. S'ka. Plan Do s'kazesh. kemi shumë, po plan kemi shumë, po varet dhe ëndra kështu kemi sa duash të cjertare. Po zë myk bile. Në një që e ke më shumë qef që Në një ëndra që jam më shumë qef, për shembull, të shkoja në Kremlin. Që isha në Kremlin. Kjo është një ëndrën cjertare. Po e realizuash më duket. Jo, është e vështirë tani, sidomos se është lufta. Pse kjo dëshira apo nga librat që Po, ke lexuar? Nga librat, nga autorët, bile një tjetër që ka lexuar më shumë se mu, thotë që njoh çdo dritare të pallatit të dimrit në Sankt Petersburg. Njoh çdo dritare, thotë, jo vetëm të asaj, po di edhe historinë se si filloi revolucioni, se si u bombardua nga kryqëzori Aurora, se si u bombardua nga kështjella Petropavlovsk. Po në një... Ja pasënuar pas historisë, Po, edhe prandaj po në një kështu... vendet historike më pëlqejnë shumë, ose për shembull një vend tjetër, Mamajev Kurgan në Stalingrad, ose sot quhet Volgograd. Edhe kjo është një vend interesant për të vizituar. Kur të shkosh, na ço foto. Po, patjetër. Ose hajde prap tuaj po që shkoj realizohet qëllimi që kisha vënë.
Po dhe një gjë që do ta shtosh te koleksioni dhe që e ke fiksim. Besoj se kam çdo lloj punë, nuk ka punë që se kam, edhe mund të ketë ndonjë, mund që që do të shtoje ndonjë, për shembull, vetëm nëse do shtoje ndonjë mesazh gjë buzukut, për shembull, se Bibla të Konstantin Kristoforidit e kam të vjetër 100 vjeçare. E botuar në manastir. Pas ke gjithë këtë pesar kulturor. S'ke menduar të bësh ndonjë lloj ekspozite ose E kam menduar, po ekspozita normal që kushton të bësh ekspozitë me lekë, po se vjen sot, siç thot ai tek filmi Lule thot i han komerët, kështu ja që po. Vetëm në Paris të blerë me lekë, kurse këtu ja hanë komerë. vetëm Paris blen me lekë, kështu që edhe këtu nuk Pa jo besoj se edhe këtu ka ndryshuar, mos na nënvlerëso aq. Ka ndryshuar ky koncepti. Po ka ndryshuar goxha. Sot kemi shumë koleksionista që një ndërta është ai që vdiq Ertan Lame, pjesë pas, edhe ai është një koleksionist shumë i madh. Luan, në rast se do ktheheshe mrapa në kohë, çfarë do ndryshoje, çfarë s'pëlqen ty që ke bërë? Që do e përjetoje ndryshe, ose që do veproje ndryshe? Po të kisha ndonjë gjë dorë, ndoshta për do ndonjë luftë aty për pushtuar ndonjë vend. Se kam dorë. Pas ka ambicje të mëdha. Pas gjëra të vogla. Në plan personal ndoshta. Po kesh makinë kohë thua ti, tu ftosh në kohë? Çfarë do bëhe? Makinë kohë jo, po. Ndoshta po të rikthehesh edhe një herë mrapa. Ose janë këto Keqja është mendimet që kam kemi. lindur midis dy kohërave. Mi fjalë midis dy epoka, kapi ndryshimi. Pse i quan keqe këto? Do ose të ishin në atë epokë ose në këtë epokë. Pse? Ndikon shumë për edhe në atë procesin e formimit edhe mentalitetit edhe shumë gjëra tjera. Prandaj ne jemi brezi djegur, si thuhet. Kemi arritur dy epokat dhe kjo ndoshta të do ndryshoja. Kë epokë do zgjidhe tashmë që dole këtu ato. Kë epokë do zgjidhe. Po jetën zorë. Dihet ajo. Jo, nuk e di. Ma po e ti. Do zgjidhe atë epokë, unë do ndisha më i lumtur, më i qetë, normal që ishte ajo epokë. Po pse atëre? Sepse atëre ti je shef edhe që ke qenë më i paragjykuar se sot. Pse do zgjidhe atë epokë? Jo, atë nuk është se kam qenë më i paragjykuar, paragjykimin më kapi në fillimin e demokracisë, aty. Atë sepse njerëzit më fjalë kishin këtë që vërtet s'kishin, po ishte një ekzistonte respekti, mirënjohja, afërmiteti, njerëzve, harmonia, që sot janë se këta kanë prekur edhe me një të ftuar tjetër. Sot këto kanë likur, njerëzit liku, sot kanë humbur. Këtë pikë kanë prekur me një të ftuar tjetër që kanë pasur para 2-3 javësh. Edhe si e shpjegon ti këtë fenomen? A ka qenë vërtet njerëzit më të respektuar atëherë, më të afruar, apo thjesht ka qenë një sjellje e vendosur? Ajo mund të qenë ndoshta edhe i çike e imponuar, me fjalë sepse po mos se çdo gjë ishte reciproke. Në moment që ti nuk ndoshta nuk e ktheje me një seriositet, nuk shikoje me sy tjetër. Ndoshta është dhe kjo, por prap për te kësaj, prap besoj se humanizmi, mirësia, afërmiteti,
Se ti mendon që në komunizëm kanë qenë njerëzit më human se tani? Po, tjetër që po. Pse e mendon? Sepse kam parë. Kanë qenë më human, më të afërt, më dashur, më të lumtur, më të qeshur. Po, ti ke qenë edhe në atë kohë, jo vetëm ti, po dhe njerëz më të dhejnë moshë se ti. Kanë qenë edhe në atë kohë edhe në këtë kohë. Edhe shumë persona kanë ndryshuar. Njëjtët që kanë qenë dhe atëherë dhe tani. Jo, si e shpjegon të? Shumë thonë kam që dakor, Që atëherë të supozon të kenë qenë humane dhe të shvjetësiam. Jetosh në luks, mund jetosh atëherë jetoja në kushe shumë më të vështira. Po ishte tjetër gjë, që në mbante njerëzilliku. Marrëdhëniet me njëri tjetrin. Ishte shumë të afërta, shumë të ngushta. Ka qenë jeta më e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, po. Nuk i kishim këto saltanet, vërtet si kishim këto saltanet, po çaj kishim bashkë, në fjalë si thuash. Kalon edhe vitin e ri kalon me të tjerë. Sot për shembull Sot ka njerëzit shumë nga vetmia. Nga vetmia. Kjo është më shumë. Kjo është më shumë. Çfarë do t'i thoje ti, ose çfarë mesazhe do t'ju jepje shoqërisë që si edhe njerëzve që vuajnë nga nanizmi ose që kanë edhe njerëz që janë ndryshuar. Sa më të kuvizuar. Që mos jenë pesimist, të jenë optimist, ata vlejnë, mund t'japin diçka, mund t'japin shumë vite nga vetja e tyre. Të mos të jenë më të hapur, si thonë, edhe open minded. Po. Mos të tërhiqen, mos të ndruhen për asnjë gjë. Të vazhdojnë gjithmonë përpara. Po, sepse në të botë gjithë kanë vendin e vet. Është një varg që thotë të mirë të sotëm bien dhe rrëzohen, ata që shpresojnë tek Zoti gjejnë forca të reja, vrapojnë dhe fluturojnë si shqiptojnë. Shumë varg. Luan, unë të falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve. Tesën. Nga emri, besoj se po. Unë besoj se njerëzit kam dhe një emër tjetër, po pa ma thuaj këtë emër tjetër. Luan e kam në pasaport, po gjithë thrasin Fredi. Pse? Ka ngelur me dy emër. Ka qenë një lloj tradite diku, dhe një dy emër njerëz. Sa di atë. Qa ishte në i bestytnia, në i... Jo bestytni, po gjithmonë ka shumë njerëz që janë me dy emër, unë njeh shumë. Nuk është se është kështu emri i dytë që i thonë si emri i mes edhe pastaj vjen mbiemri. Shumë Luan, Fredi dhe mbiemri. Ja. Quhen si emra të parë. Miq, familja, gjithë thrasin Fredi. Në pasaport e kam Luan. Kush të pëlqen më shumë? Që kisha emrin Luan për herë të parë mora vesh kur isha në klasë parë. Më thret mësuesja. Ngrihet Luani. Hiç. Ende duhet të mua. Ti mendoj se kush është këtë që po flasin. Edhe pas më thot Fredi, hajde në tras. Aty pyes në shtëpiore, pse kam emrin Luan? Pëlqen më shumë trasin Luan apo Fredi? Ja, s'ka problem. Të dyja. Unë mendoj që të shkon Luan më shumë. Po. Sepse duket që ke një Luan brenda vetes. Që ke luftuar edhe që ke këtë pozitivitet. Për pozitivet të shkojnë fare. Jo, ishte kënaqësi që të njofta njëkohësisht duke të intervistuar edhe përcjell pozitivitet edhe forcë të gjithë. Gjithashtu për mua të doja të takohesh prapë. Po patjetër. Derën dhe kamerat janë të hapura për çdo projekt apo temë që do të prekësh. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.